Përshëndetje miq të gazetës Demos, të podcastit të patu pa mirë se po takohemi edhe në këtë të shtunë. Kam kënaqësinë që sot me mua bashkë në studio është dikush që shumica keni lip, kështu që më se vjen marrë me pranue dhe me thonë që po valla shoqëja e thirrë më në fund, kështu që sot me mua bashkë në studio është Ezo Meniç ose për ndryshe Exona. Për herë të parë në këtë studio të na shoqëja erdhe më në fund. Faleminderit për ftesën Arianil, është kënaqësi e madhe me qenë bashkë me juve. Të po? Bashkë, fiks është të po. Unë si fillim po të vetin jarë që she konkrekon e vogël, kush shkon Exona e vogël. Se na është shumica dhe nuk e din që ki jamin Exona. Po, nuk e din, edhe shumë njerëz më pyesin. Një fëmijë i thjesht, një fëmijë i vogël, i pafajshëm se këtë fëmija, që edhe i urtë jashtëzakonisht shumë. Si Exon, kom kryer dhe shkollën e mesme si Exon, qashtot, mas nena, kur kom fillu karrierën tamam si profesioniste e muzikës, kom mendu që është ma mirë me pas një nickname, edhe më thonë drejtën të shtëpia motrat më shumë kanë ti Rezo, për shkak të prejardhjes që kemi pak si përzime me Turqi, edhe kam me Ezo. A të pëlqen më shumë Ezo a Exona, pra? Më thonë drejtën, me më thirr Exona dikush nuk i dija i përgjigjna, se mësu krejtë më thirr Ezo, dhe ma më vjen shumë çudi me më thirr Exona dikush. Ti e përmendë që si fëmijë e kun shumë e urtë, pa ke buna herë në shërë. A i kun kështë e halet në herë? Jo, unë më konë a i fëmija lozonjar në familje, a i fëmija që ka pas që veç më ly, më ndreq, me fustana, me shnollat bukra, me qëto gjana e më konë, jo shumë kështë e halet me bo shere, jo, zakonisht shere e këm pas motrën e madhe gjentën, ajo konë, më me tonë kalauzi që tojnë ana, i shvis, ajo i ka po këtë shere, po ka njerë ju këm bashkan gjita në minimum. Tani më i të njës dorën që të... Jo, Qka është në sen që e mon men që ka bo ajo që ju ke bashkan gjitë edhe ti? Kena shumë raste me gjentën, ekstrem shumë. Me gjentën asë njerë probleme kështu direkt s'kom pa, zakonisht për tjerti, na ka ose për Songyllin, ose Medinën, ose na i herë shumë pak, muj me thonë që i na kap direkt me gjentën. Me gjentën, që ose kena pas domën pa regullune, tishat e papalune, ose diqka, aja me njerë ti ka gjunë o bërë del mledhe, nuk e ka pas problem. A kështu të shere, jo, nuk kam që direkt ju kum bashkan gjitë diçka, jo, gjenta u kona ajo që i ka bo sherët zakonisht. I pas ka kryoja krejt edhe për juve tjera. Gjithmonë. A veç që di një rast që i kum pas si fëmi, komplete vishnjet, likurës, edhe i kum pas shumë bukra, edhe u konë Ramazan. Kur nuk e arrej, para iftarit nana beke bukën, iftari ngati edhe na dole me bicikla, edhe gjenta për para më ngreke mu me një bicikl për mas. Edhe le që më rëdzaj, po më ngreke zhagun, o nalo. Mi shkiti pantollat e lkurës, po më dhem të mpitutës mi kalzu nanës, kum kapi kum shif shpejt pantollat, se guj që qëtë gjak, s'ka problem, s'ka lidhje. Që kena që si shere, baja gëshëm pas këtë. Kështu që gjentën e ke marrë sot me vete, po. A thua bëna e na i sana nina, ka është? Jo, ishallah s'po bëna isha. Që tash veç më në të muqu me fshina i sanë. Se na tregohet që fshin baja gëshëm, kështu ka shpia. Po bre, gjenta është ai tipi që është ves edhe i dan sanet krejt në bi. Kush fshin të shpia ju i më shumë pra te agenta? Gjenta kur është në pushim më tonë drejtën gjenta, kur nuk është une, ka njerë kur kom ko. Të më tha je mirë kështë me punë të shpis. Po nive na ka mësu nani edhe na ka edukun qatë formë që femra si femër punë të shpis, bukën, duhet me ditë mi bo edhe duhet mi bo. Kështu që kur kom ko, pa tjetër që i bëj edhe punë të shpis edhe pregaditi ushqem, diçka, nuk e kam problem. Exon te ki një lidhje tepër të veçantë me motrat e tua, po në të njëjtën kohë edhe me prent, të e pas parasysh që ti jeton veç me prent. Do të thonë, e thash edhe më herët para intervistës që ndër të paktat këngëtare që si ndal me jetu vet, masi që kanë bo famë, se shumica dalin jetojnë pa prent, mandej ju duket vetja pak më shlirë, më vepmuni ashtu. Pse ti zgjedhe me jetu me prent hala? S'po ti përmeni vjetë sovjetiki, po pse me prent hala? Mundësia, po, u kanë me jetu vetë edhe kisha mujt me dalë me jetu vetë, po print, na kena jena shumë të lidhë si familje.
Si me motrat, si me print, unë jam shumë. Le me shku një kohë gjatë, mos me pason gyllin ose gentën, e marr biletën shkoj isha, ose i thom hajdeni unë që unë jam në zonë, hajdeni, se më merr malli shumë. E me print janë të vjetër edhe gjithë shka tjetër gjej përveç printve. Edhe po mundona pak kohën që ose kam, ja u kushtu tanë kohën printve ma tepër. Veç kur te menoj që një ditë nuk kanë me kanë shumë mërzit në Arjanit. Besom si të lotë mushën. Kështu që as nuk duhem menu. As nuk se meno, kështu që është pjesa e mbajgje më e vështira me jetu larg tyne dhe Zoti mos e boft mos me i pas, kështu që sa ti kish rreç atë jo më mërzit. Kështu që Zoti ti ki, kështu që inshallah i ki gjatë të jetojnë gjatë. Inshallah, me krejt kush i ka. Amen Zot. Çka është naj kom që çtin me knu ka shtëpia kështu? Se sigur se nonat e kanë shprehi kështu. Me Jo, po me dit me oj ti qika që ka që ndish me ja, nuk e dita. Shkojna me një pauzë. Okay. Jo, të shtëpia nuk më bjen shumë me knu, më të drejtën, ma shumë ngoj muzikë të shtëpia, sidomos kur të kam me bo diçka, ka kuzhina, ose me pastru dhomën tem, ose tishat e mia se kam shumë në ekstrem. Zakonisht ngoj muzikë, nuk është që më kënohet najher, kështu që jo, nuk më bjen me knu, shumë rrallë. Kështu që s'po knajshën shpejt. Jo. As në tosh? Jo, në to është 5 minuta shpejt dalë. S'du me najtë shumë. S'kom ko. Nuk kom ko me nejtë me arë që ko në banjo. Kejtë punë t'i kam shumë për gutën, Me bo të shpejt, me bo gati shpejt, me dalë ma shpejt, mi e kuros teshat shpejt, mi palu shpejt, mi la shpejt, kejtë sanë t'i kam shumë shpejt. Unë të pyta i përmenda pak motrat, po ti e ke përmend edhe ke potencu në shumë intervista që je shumë e lidhme me motrat. Po. Pse kështu, apo na tregon pak ma gjënsisht rreth raportit juaj me motrat? Neve nashta nani na ka afru jashtëzakonisht shumë, edhe na ka lidhë me zveti si motra. Sado që gurbeti e bën vetën gjenta ma në Gjermani son gyllin në Zvicër, po ajo lidhshmëria, ajo ndjeshmëria njëna për tjetrën është jashtëzakonisht shumë e madhe. Edhe nuk e di, nuk e kisha paramenu jetën është ama pa në njënën. Me cila është aja që ju mbledh kështu? Unë jam. Wow. Unë jam ajo që thirrë krejt. Hajdene. Unë jam ajo që shkoj tanë ku unë mundona mi nejt ofër. Kështu që unë ma shumë, po dhe son gylli është. Gjenta është ma out për neve. Pse kështu kjo ma out? Se gjenta... Për shembull, ku shkoj në Gjermani te Gjenta, i ka do libra kaq trasha, tu i lexon. Se kjo ale në kryen shkollë, edhe veç tanë ku veç lexon, edhe i thom hajde po dalim, veç edhe pak e kam edhe e kry. O Gjent, s'ta be mo, hajde po dalim, apo bojna diçka se s'o kam rrijet, ti po lexon, mu s'o kam rrijet. Kështu që ti ka ajo. Po, unë jam ajo që kam qef mi mbledh tanë kohën, Gjenta ma shumë me shkollë, nashta dhe ka pa tjetër me kry shkollën, për që ata është pak ma out për neve. Unë po të me të pyet pak te puna e depërtimit në muzikë. Të pas parasysh që për një men Kosovë ka bajage shumë këngëtar, edhe nuk janë gjesin dora njëni tjetrit, ose njëna tjetrës. Unë po të me të pyet ty sa ka në vështirë te me depërtu. Arjanit me tonë drejtën shumë e vështirë, nuk u kanë hiq e letë. Ka njëherë do komente, shambull, ose paragjykimet e njerëzve të bojnë me thonë diçka që hej stop nalno njëherë, se nuk e dini ju që ka kom kalu une, deri sa kom ardhë në qëtë pikë. Nuk e dini ju që ka kom hjek une, to munu me njerëz të balit, për me mri qëto. Se askush nuk ta nxet dorën, askush nuk të ndiman. Në industrinë e muzikës jo, mu të pak të një jo. Se cili ka pas ato përfitimet e veta, në qofse e kena bo një bashkëpunim. Qofse e kena bo një kangë, pezojmë bashkë. Te e ke bo kangën, e ke qitë në kanal tonë, në këmë kënu. Klikimet i ke marrë ti. Apo e kuptan. Edhe ti kërkon heq. Ti ke marrë famë. Kanga jo të ndëgju. Kështu që unë nuk e kam qëta, unë të paktën për këngëtarët e tjerë, ose shoqnin tem, se unë me krejtje kam një shoqni shumë të mirë, nuk është që shina shumë, po gjithsesi e kam shoqnin, mitësin shumë të mirë, mu më respektojnë shumë. Mundona, në qofse lypin diçka prej meje, unë mundona më joni mu. Nuk e kam problem, absolut heq. Mundohesh nashta me jap që ato që ti nuk e mujt me marrë, se ti se ke pas. Absolut, nuk e kam marrë, asnjëherë.
gjithçka, çka kom rri vetë, edhe pse kom nis muzikën si fëmijë, shumë e vogël, një herë në shtëpitë kulturës në Vushtre tankon, masnena shkollën e mesme të muzikës e kom kry, masnena e nisa fakultetit, po kisha edhe dasma dhe angazhime edhe, apo kupton, i kisha ato të mia që s'kisha ku me mri përpara, po nuk është që më ka thonë dikush, hej, stop se ki talent po të ndihmoj, jo, grahi vetë mësh. E qysha dole pra ti vetë, e pas parasysh që për një me lypë baja ge shumë investim si punë, mu bo një videoklip na e dina se sa kushton, jo veshjet, jo make-upi, jo më thejo, të thash, qysha dole ti vetë? Muj me thonë faleminderit familjes, prindve, motra që i kom pas për krah gjithmonë, po mas shumë të faleminderit Allahut, se mi ka qelë dyrt, nashta qaq shumë, sa nuk di me të kallëzohë, më ka taku gjithmonë me njerëz të mirë. Edhe që ajo nashta më ka ndihmu ma tepër për me mri që të ku jam, po normal edhe talenti. Se ka të kiti, në qofë se nuk ki talent, i bën mega hite, ama nuk herë do kur do ki me dalë live me majtë një dasëm, ose një koncert, ose një diçka që ki me metë. E kanë që unë i knaj, zakonisht edhe sidomos projektet e mia, që i bojnë në studio, janë me tonalitete shumë të nalta. Kur t'i knaj live, bajage të njerësitin. Kështë bashkë flakën ta qesin se në nalt, për mi mri, mi knu që ato kanë, për një me dush me pas potencial. E fati mirë që potenciali, pak edhe njerëzit që i kom pas për rreth janë kanë shumë të mirë, familja edhe jam këtu ku jam, po normal edhe fansat. Normal, mos lash zoti pa ta. Fix. Do më thonë janë që ata që për një me të epin një qytyme bajagit madhe. Shumë. Mos me konë që ata që na përkrajnë, që ata që na shojnë në të njëjtën kohë, se shim kërka heqna. Fix. Që ata që na shojnë të paktën edhe na shohin, edhe na ndëgjojnë prap se prap. Fix. Unë e thëm, ma mish ata që na shojnë, se që ata që na dojnë na e dina kush janë, po që ata që na shojnë, ata knej na shojnë, knej na dojnë në të njëjtën kohë. Fix. S'munën pa neve, apet na lypin, dikon që ato me ju dojnë. Unë e kum pa që tash s'fund me që e bo virale bashkë në Turqi. Me një kong diçka, çka ke nuk e di, çush ke konga nuk pe moj men për momentin, nëse dush kujtona pak qatë refrenin ose çka ki knu. Duydum ki bensiz yaralı gibisin, ne ağlar ne gülersin, bir ölü gibisin, kanadı kırılmış. Nalë Po më vjen zetë. Kështu të na shku me shoqni me ton drejten, me Erzën Lulen edhe Afërditën, i kam shoqe shumë të mira, të njëjtën kohë i kam Lulen bashkëpunëtore dhe Erzën. Lule është dizajnerja jam, Erza është ajo që e mirë mban rrjetet sociale të mijat, Afërditën e kena doktoreshë dhe për çdo gjë në spital e kena Afërditën. U bënë një staf kështu i mirë edhe shkum pushim. Me ton drejtën tash si në Turqi, krejt jena kanë të paktën një herë dhe e dina. Kështu që dalëm, shetitëm, enëm, fotografi, jo me pi kafe, jo me pa një restoran, jo diçka. Edhe dolëm na normal, me ton drejtën, dolëm ma shumë për fotografi atit. Nuk dola për me knu që atit. Nuk dola për me knu. Kështu që ma shumë për fotografi, edhe për një meve kalova një pushim shumë të mirë me qika. Edhe rrugës tu kalu, ai djali gjan. Edhe përshëndetje, po nalët direkt e na. Tha, kallëzëm një kongë që ty të pëlqen. Edhe unë e meta për këshu shika në qato momente më të drejtë nëse më biken mend diçka. E ke pa kur të nxen dikur tak thuje një kongë unë e meta. Edhe në moment më ran mend që ke kongë, edhe po thot edhe bi tregoj tash edhe unë jam këngëtare. Dha super. Edhe ja ka marr mendja me siguri se çfarë note knoj femrat, zakonisht DE qatë. To menuaj qatë poshtë deka. Jo, ta mund të femrat u kanë fakt. Se femrat zakonisht tonalitetin C, D, E, F e knojnë. Edhe mi, E u kanë, edhe direkt hina e knujnë bashkë, edhe fati mirë. Me ton drejtën su pregadita heq për me knu, edhe i shira par që e knësha qatë kongë qashtët. Ka një herëm një kun mu qito, edhe konga Hajdi Söyle me Songyllin, këtë rasesht, ajo motra Songyllin, hajde, ta bëj, hajde. O, lebe se edhe isha pa ly edhe pa mdrejq, atë si në rrugë moto jetë, e bënë mu bo virale. Edhe kjo të njëtën ko për një me u bo shumë virale. Ama a ditë ko ke kone gachme, se e dojnë për foto, a ditë jem kone gachme për fotografi. Po de, t'ka ecë kështë. Po, ta man ecë. Ama po ka shku shumë mirë që e kongë. Mdo këtë, nuk e di sakt, ajo është super virale që tash, dhe më thonë, nëse herë në TikTok nuk o shonë capat
dal. Nashta edhe që neve na pëlqejnë këngë turke, dyqysh e vrejna vetën e nxojna ditëm, s'kuptum na shtin me kajt një këngë, sy të lëzojna na. Unë e kuptoj gjuhën turke dhe ka një shoqënia kur mvesin pse gjithmonë këngë turqisht. Me të vërtetën vetëm këngë turqisht ndëgjoj se kanë fjalor më tepër se na, shkronja kanë më pak, po fjalor kanë shumë shumë se na. Edhe unë i ndëgjoj se i kanë do shprehje, do fjalë aq të mira, saqë kur të marr mi përkthy shqip, është shumë e zërshme. Se e kam fjalorin shumë të pasur. Shumë pasur. E saj përket që për një na e dojna, është fakt që na e dojna muzikën, shqiptarët në përgjithësi, edhe në atë kohën e nanave tona, e kanë këshyr Emrahin, e kanë këshyr baba ton, Pezojna Karamuratin, e kanë këshyr Ibrahim Tatlisesin, filmat e tina, nuk është që si kanë këshyr shumë, e di. Na i këna këshyr edhe vetë, në që na kanë ma të vegjel, me Kosovën, e qëta. Me Kosovën, ka, ma për mene. Unë e vëtu me ty të pak që ka lidhja jote me Turqin ka që fort. Nashta jo që s'ki të reguna e herë, po për në me e kini lidhje te për të veçantë. Me të tonë drejtë çdo javë me shku në vikend bajat nuk mbot. Asnjëherë. Lidhja, familja e babit rrjedhin prej Turqisë, edhe 80% familjarëve i kena në Turki. Për që ata edhe na bjen shumë shpesh me shku, edhe gjuhën e dina, edhe një pjesë e familjes në fakt kejt me emra turqia, nuk janë shqip heq. Kështu që muzika unë dëgju gjithmonë turqisht, filmat janë kqyr turqisht. Bile nana një ditë për meni ta koha e luftës kur u konta nëse këna di çka u bota, se veç ka turqia këna kqyr. Se babgjyshi gjithmonë veç turqisht s'ka dash shqip. Kështu që familja e babit rrjedhin prej Turqisë, edhe na jena rrit me gjuhën turke, jena rrit me filmat turk, jena rrit në qatë frym. Edhe s'kena pas ka me ikë. Po në përdo me të veta, është ma mirë me kënu shqip, është ma mirë me kënu turqisht. Ose që është vjen ty ma letë. Kështu, derisa përformon për popullin tanë, gjuhën tane, shqip, se gjuha jonë është gjuha shqipe, gjuha e nanës që thojmë, është ndjenja që nuk di me ta përshkru, për shkak se e ki përpara një publik që duar të rëkasin edhe që e presin shembull një këngë tanën me kënu live, edhe normal është një ndjenjë, një emocion, një është zakonisht i mirë, që unë i falenderoj nga zemra krejt ata që gjithmonë më përkrahin edhe gjithmonë janë pranishëm koncertet e mia. E saj përket gjuhës turke, kur kënoj turqisht, për shkak që e kuptoj gjuhën edhe i di fjalët se çka po thuhet në ato këngë, e kom një ndjenjë ndryshe. Se e di çka po thot kënga, apo kupton? Po. E normal, në dy anë për mua është njëjtë. E ndjej shumë mirë. Kështu që po me që më përshtat me të dyjat. Po, nuk e kam problem. Super, ose a mirë me di të dyja gjuhët, a pishe. Na jo veç, se na veç e ngojna e se kuptojna, ti bile edhe e kupton, edhe të pëlqen, ma ne e ndjena jo ma shumë. Për një unë e thëmë gjithmonë, sa ma shumë gjuhë që të den, ti e maj pasur si njeri. Se të pështon për gjithë shka, shamu anglisht, kur dalë në Evropë anglisht, gjermanisht disa fjali di, kështu që përzina, se ma kap me gjushtë. Turqishtën ma nuk kam që kam e thanë, të shpia vetëm turqisht kam folja dhe prap kur para një kohë, më thanë para 6-7 viteve, kur u bëshim bashk hallat e babit, me hallat e mia, ose familjarët e babit që vishim prej Turkis, tezet, qikat e tezev, tanë kohën turqisht, apo den është shumë e thjesht, shumë e lehtë tani më kuptu edhe me komuniku. Kështu që të dy gjuhët është super. Për mua është në rregull. Qoftë në Turqi, qoftë në Voshtre, çaji shkojnë flak. Flak. A pini dhe ju ka shpia? Vallajnë me thonë drejtën Arjani, një 3 hera se 4 për vlot çaji te na. Unë nuk e pi për veti, nuk është që e përdori qatë shumë, najherë shumë rrallë. As me qit nuk kam qef, kështu që peceke, se kom ceke edhe një herë që s'kam qef, a prap peceke, nuk kam qef me qit qaj. Kafën e du shumë, kafe pi shumë, edhe kafe nuk pritej me qit. Ata, do më po të pëlqej ka dhe peqe qa? Po, qoja s'po të pëlqej ka s'po peqe qa? Heq, nuk i du, heq. E kush që qaj të jo qik? Son gjyle. Po ta shaja më martu, kush po që qaj? Po s'po kom qaro, Arjanit, pa i kafe, se s'm belion nanën. A për të cilën gjygymat ka durët. Valajnë, kur ka musafir kështu shamë, kur të vinë shoqet e mija ose dikush, normal që e qesone, nuk është që veç kur buon shumë kalablak, po m'jen keq pe deklaroj, zot ju lash nësh për gota, se as nuk e dit kujna janë. As gajle, nuk e ka. Po thu që ja ke përzina e në kujtë. Dhe ti mojnë para vetit kur bëjë zmetone.
I marrë ma mirë gjygymat që ka o qesë në Po tavoli. ama ka ashtu që nuk dojnë gjygymat, aty kanë qef qajnë mja u pru si zoj me tabull. E atëherë, kur buon 4, 5 ose 10, ditën e mirë e bofshit. Përzini kush me gënd të mune të Jo, nësë se ka zakonisht fajtë me atë. Me bo mja, hajgar, po se më mja përzi, do të mja ndru gotat komplet, se më prej nani. Sa katojnë tani. Më tranan, kështu që nani kur na ka mësu me bojë zmet, më kanë shumë e vogël, edhe me thonë drejtën, u dashke edhe bishtat e kafev, kur gjithë kafet, kejtë më kanë të njëjtën anë, edhe lukët e qajit, kur kina qitë qajit, kejtë më kanë dita njëjtë. Jo njona ashtu njona, kështu se të trano i ke. O kanë shumë vezves, edhe është vezves nani, kështu që S'pas që ka ashtu jena ndojë, rritbe, qa me bo. Kështu që s'pas, ma mirë, je përgadit nëse tani ku shkon dikon, nuk kanë që ka me thonë, jas po deka ajo, kneo, anej, Valar, janë që një kanë janë ma mirë është me thonë zdi. Ma Pse? letë pështën. për që pështon po, për që pështon këto Ma letë është. pështën. Okej, po të ngoj, pro ty ka njerë ka me thonë Jo, ma zdi. mirë të i zdi. Ma mirë. Unë po të më të vitë pak për kongë, se ti edhe këna në përdarsma, edhe këna në balada, cilat kongë po shkojnë ma shumë? Po hecin kështu. Kështot, në koncerte që kam edhe koncerte, në mramje rinore, zakonisht i dojnë ma shumë rinia, kanë qef ka njerë balada, ka njerë ritmike. Në dasma është repertari dasmave që gjithmonë do të më kanë tempo, atmosferë, Po. që me kanë njerëzit të këcy. Unë se kam problem, si të baladat, si të dasmave për mua njëjtë. Normal koncertet janë më të thjeshta, më të leta, më kry, se ki 1 orë e gjys, 2 orë program, nuk ki ma tepër, a dasmat prej 8-ve dejnë 2-3 kur përfundojnë, edhe kena një pauzë të shkur, dhe më thonë të koha darkës kur është, ma tepër nuk mund është me bo pauzë, apo kuptan, është qëna. Ama me qef këna në balada, a kongë dasma? Baladat, nuk e di. Baladat janë të mira se dyqysh e kanë atë kuptimin e vetë si balad. Po të dasmave, kur i shet i kitë njerës të këcy me qato kongë, apo kuptan, të knaqësh, apo dhe në të jep atë përshtypjen atë vullnetin, po knaqë njerëzit, edhe nuk knaqë, apo dhe nuk pritoj as mi knu, as kur gjë qka do që lypim, vetë në qofë së është një kongë që unë nuk e di, ajo është diçka tjetër. Okej. Ama derisa i di kongë, nuk pritoj qka do që është kërkesa. Apo na këna pro na i balada, na i kongë darsma. Valla qa dusha janë. Valla mu më su vetë se dhone si të ta bëja, valla zdi që ka përdu që tash. Për momentin që tash duhet balad, nuk kena orkestër mas vete, as kur gjak, kështu që balad do të me knoa. Kështu që balada këna, qka dushte? Unë e ngoj, në muzikë ngoj, kështu kam qef me ngu muzikë. Turqisht knova, shqip po knoj staj. A, shqip, stani edhe na u kapën, qërë vesh turqisht të ka kënan. Mash, turkofillat. Ku me njerë ata me të spresin. Pe knoj një kongë temën që më të drejtën live, më duket asë njerë nuk e kum knua, ma shumë kongë e mirë. Okej. Unë për veti e du. Po du me i pa syte tu lotët e dashnis, me i përjetu m'ka marmali, e tash këta lot dojnë me mbra, prej kur jemi nda, po vdes me t'pa, m'ka marmali, kush na ka nda, nuk e di, zotë kur mos i gza, në këtë jet, t'lutem aman, t'lutem aman, m'ka marmali, hej, hej, Ti s'ki nevoj për orkestër, s'ki nevoj për kërkon e qik, ti vish kap del vetë një mikrofon edhe tongë. Ata që e kuptoj muzikën, e din, unë e kom, nuk pritej me knu asë njëherë, po zakonisht edhe balade dhe ndasma dhe kudo që jam, pa i pas harmonijat, harmoni thojnë në muzikë, dhe më thonë, unë e heq nuk di fort mu kap, apo kuptan? Po, se du gjithmonë e një atë harmonim vesh që e pres, që tash vjen. e nashtane që s'di unë menoj që mirë, mara është në regull, mund po Jo. kënojnë. Kjo është podcast për qef, Po. kështu që tu bo, për qefin ato e bo. Kështu që super ke, valla mu më pëlqaj. Për mu ke fin. Balada ato në për veti i ndjej ma shumë edhe i du Po. ma shumë, nuk pritoj asë njerë miknu, janë ma të zërshme, se lypin ma shumë me lës, lypin ma shumë shpirt mi jep, kështu që
iknej me qep. Iknën me qep. Edhe pse jam të vujt, se me njerë shqiptar, je të vujt për kam po vonë, kushta ka të i zemrën, jo, nuk jem të vujt, jem shumë mirë. Se të dosh me dvet ke ashtu shumica, kur ti ngujla shto kongë me nojna thujna kush çka i ka bo mëre, ose për shembull për mentor kur tishin që shtojna krejt, ose do taj vishka vujt të njetën ai djalë. Kështu që mentorin e kam shumë shok të mirë, edhe kështu që përshëndes shumë. Jo shumë jetën e mirë, ka mentori veç. I ka shku që ashtu. Baladat, kanë shku që ashtu baladat. Ka di që ka dojnë popullu jonë, edhe. O, na të hek tjena, neve, veç një melodi me ngu që ashtu, na me njerë, konga me mirë të ka qikja. Na jena veç ashtu. Na i përmenëm darsmat, kështu që unë për të më vetë, a është e vështirë me kënu në darsmat, dhe më thoi, ju krejtë verën një të nëzanën, a ki në herë ko kështu për vete, mja kështu vetës. Në sezon jo, verës jo, nuk ka shansë, më të ndrejtën, që ata gjumë që ka e bëj as me hangër, me regull, ushimin, nuk këm ko. Dasmat po janë shumë të zërshme edhe unë për veti si ezo gjithmonë mundona me kanë të krejt dasmat e njejt. Pse? Gjithmonë njeri kur të merë një punë edhe qëtë në vete, atëherë besom që ka me funksionu shumë normal edhe shumë mirë. Unë gjithmonë e paramenoj ata prind që e martojnë atë djalë apo atë vajzë, e presin me vjet, me sakrifica, e me hjeka, për me ardhë a i djalë në të mosh për me martu, për me bo një dasëm. Edhe me talë këngëtari, mja prish dasëm se këngëtari, ose ku dione, diqka është gjyna, është jo në regull. Edhe për që ata gjithmonë me dasmort, jo thëmë, qëka të keni qef jo, është dasme e juj. Qëka të dënë jo, mu së më prish punën, për juve jem këtë. Çfarë kërkesa shkam prona për darsma? Se për një me më do këtë i kanë do kërkesa që dytshme do njerës për njerë. Arjanit ka njerë ndodhë që vinë me plan. Apo kuptan? Me plan të dasmës. Unë i kuptoj që kanë qef mjë shku gjithë shka me regull. Ama gjithë shka njetë është spontane, nuk është plan. Jeta nuk ka plan. A e kum planifikuar më arë sot që të jo. O ka në këtë rasisht që jena marrë vesh, okej, pe bojna, po vi. Është gjithë shka që ka shkruun. Allahu na poshtë, definitivisht, amen, do të me bo. E kështu që ato dasmat kur të vinë me plane, mu më do këtë që nuk ju hecim qashtu që shkanë qef ata, prap se prap. A ka ndodhë në herë nëse që të kanë lypë me plan edhe që u prish në ashtë edhe që ke thonë, ajo thash bre? Jo, shqyqyrë nuk më kanë ndodhë, inshallah kur nuk më ndodhë, këto aksidentet e dasmave, bile sidomos dë dasmave, hiq nuk i du. Edhe inshallah kur nuk më ndodhin, se për një me është, nuk nina keq për vetën tem, nina keq për dasmorin, se du më ju shku aty në që shkan qef ata jone, se nuk është dasma jam, është dasma e tëmbe. Kështu që nuk më ka ndodh, ama e di që kam pas valtar njëherë me një dasëm, edhe nuk ju kanë ardhë valtart me ko, o kanë qështu dasma me plan. Edhe nuk ju vinë valtar t'i vanoni 30 minuta, nuk e di, edhe po vjen të one. Ku janë ata, thash, përbes tash unë s'kam komunikim me ta heq. Tash unë nuk ju kom porosit, ata ju i kini marrë. Ata janë t'jujt. Ata janë t'juftit, ju duni mu merë vesh. Po ma prishëm planim. Edhe to e marrë me të mirë, me të qetë, okej, ka dalis, që unë e kry edhe qatë pjesën, që a kisha me kry, kur t'vina ata hi, nuk është problem, pak po shtyët, po nuk është po të nëzirëshëm, po jo nuk më dash që shto. Qa me të bobe, qa ka me të bobe, apo kuptan. E kështu që nuk e di, qëto dasmat me plano nuk është i shumë i preferoj. Qka është në rast interesant që të ka ndonë në herën e për darsma? Kështu që e mojnë men? Se dy që artistat, ose kështu këngëtarët më doke në nane e vakive. Qka si ndodh? U ka një dasëm, edhe të mëjmë të thonë, dasma ma ters njëtën tem, që e kom pas u kanë që e dasëm. Ishëm në atë pjesën ka rrugova hasit ka hasi, edhe unë isha me orkester. Tisha kam veshim një sent, okej, kisha kuptu. Po me orkester edhe aty nuk u difke ka sa po shkom pasuli që thojnë vjetrit, a den se cilë për veti. Edhe ajo pjesa e hasit kanë qef në tupan def ma tepër. Edhe okej, defa. Edhe po hi defa me knu. Ju kish tek një plakës. Na i dojna defa, te veshive ke. Na kena që veç defa. Unë në defa isha të kënu. Defi shkërang, rege atje. Edhe më pitho më i halë në defa, ashtë ta den, unë me të but, me të mirë, kështë qetë. Edhe po këthej ta. Po na defa kena qef.
Pe këshyri njerë tash më s'ka se aparatit veshit abden, edhe muj me hinë gjuna, po kupton se njën mirë, atin krejt që të sanu një menoj edhe që atje kom bak një menu. Që atë shpejtë më shkën trunit, mos është e vjetër, ka najsan ato aparatat e veshve dhe s'pe një ndefin, apo kupton. One prap i thëm tash, po hal ndefa jena. Das mori lyp ke diçka tjetër, anina. Nja 5 herë më tha, ama më plasi femne, këtë janë tash, halla, i shurdaj ka qka puna jote, tash po ndefa më jashtë, se më plasëm kope, edhe mos u mera me të heq. Okej, kaljan ajo, jo, pret, kjo dasë. Kalja? Jo, kjo dasë më kanë skandal. Kaljan ajo, po shkej te bina, më ju thonë djemve, që kishin me shtru sofër, a zi diçka qapatën, edhe unë, ata këceshin, dhe andre unë si ja kejtë në regull. O kanë një 3 shkallë në altë, kështë të skena. Edhe unë të këshyr nusën edhe dhëndrën, ata të më këshyr të dytë mua dhe unë të mendu që janë të lyp diçka. Ama unë kitë kisha arru që jam mbin. Edhe hopon e marë gati mërcu me shku zhag. Te nusja të dhëndrë, kom këcyn shtikla në kam të mija. Kaka. Njerës që kisha në tavolin, do me thonë menagjerën e rjetëve sociale, kitë njerës, ata kitë në kam, urdzu, kuku! A vëdën ashtë, orkestra kitë të e kap kryt. Ama jo në kam të mija. Pa afrona, tha jo, kur gjo. E Allah, ndortana, kryet këtë dasëm. Ka fundi dasmës, ju kishtë tek njanit, një 20 herë ka lyp kangën, oj dashnija jema je gjallë. Ndarsëm. Po, ka fundi ma. Ndash besëm dashma e ka një video qika dikon. Qaq ma gërdit edhe gruja e vetë këshur ke keq. Nuk e din gratë e popullit ton që me të vërtet na shkojnë na kënojnë, na kryna punën ton, bash zero interes kena për mi këshyr burrat e dikujna diçka, bash heq. Kështu që ajo këshyr kete one, dhe me këmës jakna, one s'muj mërë mësë mjakna, e pe lyp njeri kango, nësë kisha qysh me ikë, në fakt. Dikur kom dal ka për mas nëgzit, te kombi i zërimit, kom hyp në kombi djemve, tha shune mës dokna. U kry dasma, a i hale lyp ke kango në i dash një e gjallë. Edhe e kryve, dhe edhe ma kryva me qika, qikja natë, qika që ka pas, thash, unë i kryva kitë këshijat. I kryva me gjitha. Pas ke pështu, se kështë s'ka ku më bashkë e pështu, nëse para më do krejt një darë me të shku qështo. O zët, o Allah, nuk i ki idenë që shumë ka shku kjo dasën, po. Cila është nëjë kongë pro që e lypin kështu pak ma shpesh në përdarsma? Në varët prej zonave, shambëll, ana jo në pezojna Bushtreja, Mitrovica, e ka një farë sistemi ndryshe, Prishtina, dhe ne ka një sistem ndryshe. Prizreni, aja pjesa hasit i kanë ndryshe, dhe në varet për familjeve, zakonisht. Shamo me kanë pak si qytetarët, Prizreni lypin ma shumë tërqesht. Me kanë pak ma të ardhën, lypin kanë ma defa, topan, talava, apo këpëtan qëtoj lypin. Ata një mënë ty që ke pjesa që e din të qishtër me pas darsman ashta ma shumë se artista tjerë? Ka Prizreni, ka hasje e kënej? Nuk e di nashta, s'po muna me thonë që 100% po ndodh që për një me edhe ekstra vine lypin kongë tërqesht. Apo kuptan, kështu që nuk po muj me vequ që ata. Unë muna me thonë ashta njerëzit e dojnë që atë artist, e dojnë vokalin ati artistit, ja dojnë kongët edhe për që ata është në qatë dasëm. Pa marë parasysh që nështë ako i shia ma koj natin në dasëm, së dënë me më pa me sy. Personalisht për vetën tem po flas. Që më ka ndodhë edhe kjo ndasëm Mitrovic. Ko i shita, që po di larkë hesapi, si shin kam fansat mi, që kjo është shumë normale, e vdin, edhe së më ishin me sy me mba. Asu që ishin me këcy, asë kur gjë, si da mos gratë, heq, satë më se ba. Edhe, nuk është që më bëm për shtypja, ja, apo kuptan. Po menagjerja e kish pas vrejt që s'po mdojnë, shumë t'jesht. Anena dasmor, të familjar tjerë u knaqen. Po që 2 tavolinat ko ishive mus do ishin me mba më sy. Shumë t'jesht. Hec livreqin. Edhe nejse më tonë drejtën pak ka fundi, më tonë një gjysore para se më kry dasma, kur u qumbe me këcy. E tu qumë foto me bo. Ja, nisëm ju hinë qafa. Po, ato të më dasht tani mon ekstrem shumë. Edhe bu më theta e menagjer, ma bëm tha. U tha drejt që be më si hangë, ta natën ta të të këshyrë shtrem, ta tash kështë më dalë më foto. Hetë që sha dalë, tash jo, be lidh, tash s'ka lidhje. Po jo, s'po du më dalë në foto me juve. Tash jo, be se s'ka lidhje, tash është aja për shtypja e parë që nashta dikujna i dokna shumë mendje madhe. Dikujna i dokna që hitë s'kom hek edhe kom rri që
që ç'është që. Pa therë në kom. Në kom, fix. Ama paragjykimet janë të lloj-llojshme. Kështu që asnjë njeri unë për veti e kam qita, nuk i paragjykoj kërkën se qysh ka ardhur në çat pikë që është sot. Absolut jo. Nuk e di unë çfarë kputç ka pas math unë ai derisa ka ardhur në çat ditë, apo kupton. E kështu që nuk paragjykoj, që ta kam shumë të mirë, edhe njerëz që më paragjykojnë i marr shumë qell. Apo den hiç nuk merrna, okay, faleminderit. A ti po mendon ç'është po? Okay. Ngrahit në tonë në nëntamën. Ama në përgjithësi tani njerëz që njohin pe afër, se krejt e kanë atë përshtypjen, zo shumë mendje madhe, apo den s'mundu me duru. Prej afër mas nejnë ato, ku sa paragjykime të këqija pas na pas për ty. Se gjithmonë komenu që je shumë mendje madhe, jo veç fansat ose njerëz të thjeshtë ose familjarët, apo kupton po dhe koleg ka pas që kanë pas atë përshtypjen, ai shumë bajat njëri, shumë mendje madhe, apo kupton. Po. Ama mas nej kur kanë nejt me mua dhe kanë pas një muhabet ose diçka, automatikisht e kanë ndrruar atë mendimin për mua. Edhe që ajo më bën mu një mirë mas nejna, që masit të mnje, din me vlerësu kush është Ezo, në fakt. Nuk po do me kalu prej darsmave, nashta për ty mundet më konë edhe pyetje klishe, po të puna e bakshishev, apo ka halja hiq? Vallajnë më tonë drejten, nuk e di që ka të thonë, ka bakshishe, po jo dhe ashtu tash më tonë drejten kur të rri me këngëtarët e vjetër, të stradës, shambull si Sabri Fejzullah, ose Shurete Belulli, ose ku e di këta të mdajtë që janë, dhe bojna një muhabet rreth të kalumës sa kam pas ose që me në tërkurtishin që e përmen ose dullin ose dikon. Shamull ata tregojnë kitë tjetër kohë, krejt tjetër publik, tjetër dashurin ndaj artistit, ndërsa sot nuk muna me thonë që ato që është e njëjta. Ka ndryshu koha, ka ndryshu senet, që besa edhe du të mi kuptu njerëzit se është shtrejti jashtëzakonisht shumë e madhe, edhe me nëzija dalmi krejt, me një jetë mesatare që e kena, me nëzija dalim. është e vështirë, edhe nuk është që më bëm për shtypja ajo, apo më qetë bakshish edhe t'ja kalli dasmë, një absolut. Valojnë jo, asë që më interesën ble kur më qesin, dertë nuk e kam. Faleminderit shumë që na kanë ftu edhe na pjesë të asaj dasmës, edhe munona me jep më të mirën të mundshme për ata dasmor që ata më kanë të kënaqën, dhe ajo dasmë me pas një atmosferë më kanë një mramje pa harrune për dasmort. Kështu që bakshishi është punë fati. Qatë sa ka. Po, sa ka, faleminderit edhe për ato, edhe bakshishi, faleminderit se dikush punon për ato pare, derdh njerëz për ato pare, kështu që gjithsesi për krejt llojet e ndryshme, si bakshish ose si kur të shkojnë andasëm që goditëm ose diçka, do të më thonë faleminderit. Do më thonë ti për na tregon që për darsma e që shkojnë, tek shkojnë, ti po kënën për darsma vazhdimisht, po a do me knu vete se i qik. Kalojmë të pyetjet me spec. Janit. E vetit, nuk ka diçka për me specifiku që ka më martu, ose ka me bo një dasëm, se s'ka kur gjë, edhe vazhdan me qëndru single. Në qofë se veç që bëj një dasëm, që është andra se cilës femën dasëmën, kuptohet, që nashta besoj i kisha kënu, nuk e di. Po, ti martoj një herë tjertë, të martoj edhe ty. Se mu, kam vakt hala, sa i kom qelë sytë. Mos ga po njerë se mirje. Tani edhe vetës dikur, se krejtëm njëtëm pyetje ma pojnë, Eza, ka diçka të reja? Valaj, nuk ka. Qa me bo, s'ka diçka të reja. Dikur, qa me bo. Me pas e merë një vesh krejt, nuk është diçka që e më shefi, jo. Ama nuk ka. Sa me nëjnë ashta që kom gjetë një njëri adekuat për vetëm tem, ose e me ndoj që ata, dështoj komplet, kështu që ja kom lanë kohës, edhe fatit, normal, kështu që... Sa beson këto martesat me mësit? Atë kanë lypë kështu na herë? Atë vinë me të lypër shpese? Ani prej neve kanë atë kështu tradit, shumë vjeqare, është Vushtre Mitrovic Skanderaj, ani në vishë vinë me të lypë duhet. Po, hale vinë, me të ndrejten edhe hale vinë të babi, s'ka fërt më të para një 3 javë, në qofë se s'ka bëj që shtu më tha babi diçka. Edhe ja pona babi tash. Qysh mund të halje me mësit? Së është interesant, do më thonë, me mësit. Tha, po, babi e njefke babën atë idealit që e kishtë tirë babin, edhe
nuk e di, nuk muj me thonë diçka rreth kësajna. Po. Ka njëherë, për para kërë në martu me mësit e kam pas një martesë të sigurt. Edhe e kam pas një familje, pa marrë parasysh kush ka hek aty. A ka hek në qika, nusja, apo u kanë koha. Ashtu. Ama tash na trejat nuk durojna asnjë. Edhe dojna, qysh dojna na vetë, sidomos femna që me profesione, e kanë një jetë pak ma të ndryshe. Nuk e kanë atë jetën që po ka qef vjerra musafir, ti rrion me tabull, jo, më falj, po s'kam kohë. So ne kam nashta në studio me shku, ne nashta kam një koncert, apo kupton. Edhe sa do që munosh mi abo qefin, prap nuk janë të knaqën. Kështu që nuk e di, çka kisha mujt me thonë, për këtë kohën tash, mu nuk më pëlqen diçka. Ti vetë pe pëlqen qatë femën, ose qatë mashkull, edhe po martoni, këtë në rregull, edhe nuk shkojnë 2 vjet, 1 vjet, 3 vjet, balla s'po pajtohen, po dojna mu da. Po jo e gjetë vetë një ani tjetërin. E zgjedhe vetë. A e morre vetë? Qka s'është në rregull tash? Atëherë, mos u marto me njëherë, njoftoje pak ma gjatë, mësoj atë mirat edhe të këshijat që krejt njerës jena me behane, nuk jena perfekt asnjë. Mësoj atë mirat edhe të këshijat, edhe këshyra mundesh me duruti një qasi mashkullin një jetën tane, ose një qasi femne një jetën tane, edhe atëherë vendos sakt. Për shembull, unë për veti ka shumë sene që nuk i kisha toleru, nuk i toleroj. Çka s'kishe toleru? Çka Shumë sene. Çka s'mundesh me duru te një djalë për shembull? Nuk muj me duru gjelozim për shembull. Të thash, unë e krejt kolegët i kam shok miq, kolegët që ashtu shoqe që mbjem më taku, jo në studio producenta, jo kjo. Jo pse kështu, jo pse ashtu, abden qëto gjanat mu më pengojnë shumë, edhe munona me ti arsyetu në një farë mënyre, okej, po mdojka. Po jo bone, nuk i kom 16 jetë, ma adoleshente me mu kënaq kur gjelozon dikush, jo, la, nuk kom ko. Shumë e thjesht. Edhe me pas dashtu në një producent, ose një këngëtar, ose kisha mujt be kur u kanë shumë koha mu martu me ta. Që i kërejt shumicën e një para 15 vjetë, 16 vjetë. E kisha bo fëmin tash të thonë ti. Fiks, gati vjerë, isha bo vetë. Ama jo, nuk kam qasi tendence, për që ata dhe pengojnë qëto gjelozinat pa lidhje. Ka shumë sene, pa drejtësit, unë jem tip që nuk i durej pa drejtësit. Edhe në shpitem, me ndodh diçka që nuk ndodh, nuk muj me duru se li e mo dikon tjetër, absolutisht. Unë ta përmena që të punën e mësitnive, se kom një që të kanë lyp njerë shtu me mësit e dalë mu pa me adjallin, e u bojë zezita. Po, çka ka ndodhë? Çka ndodhë që atë? Çka ndodhë, e kom sqaru edhe me një intervist tjetër në podcast një të në kohë, dhe shumicës të njerëzve ju ka dok shumë absurde, jo së është e vërtete, jo ku e di, diçka komente që mi kanë kallëzu me tonë drejtën tjertë, sa as nuk i kom përcjell vetë. Po, ka në vërtet, që është të bile djallin e halës të ati djallit shumë shok të mire, kena pas edhe e kena, edhe aj vetëm të ke djalli, edhe në është, lindo rrinë në Gjermani e ka kryt mentalitetin tjetër, apo kuptan, po na jena shqiptar, na ka tradit hanes, edhe në gjithë qka, dhe më thonë është me mirë kuptim, se nuk po du të njëjtën tem, edhe të njëjtën muhabet edhe njerë me përsërit, ka pas gjana që mu më kam pengu, për shembull, jo, qofse qojën e ty dikon me kjarë 20 km, edhe ti kemi më qu 20 km, në qofse kemi hargju ti naft 19 euro, 90 cent, edhe one e këtuna mi hargju qaqë, që të sanë, adin, on jem tip që nuk e këshyri as me shoqni, se lemon me burë. Me burë, apo kuptan. Po, te na burrat shqiptar baja gedin me thonë, unë jem burri, e në kofsh burri ma e grun, pra që shduhet. Musëm le pra me shtidurën në qep. A, po. Apo da ngru. Tekst që ajo është. Knejna ja rej vetit, unë jam burri, one. E në kofsh ti burr, ma e grun që shduhet, pra. Mos pret pi grus. Pse pret? Që shdo të më konë një burë kështë për me ta marrë ty zemrën? Se ti e përmenë që do të më konë ta më burë, po që është qaj ta më burë për ty? Unë menoj që me një qeft edhe me një lidhje do të me pas shoqni, mitësi, pikës pari. Me pas dhimbje, me pas ndjenja për qatë njere.
jo veç në qift, në familje kena qashtot, shambull, sot më të vrat ty një motër, më të rëzu më vrat ty dhimët, të kanë zemra, po kupton. Nuk po flas për diçka më tepër. Po edhe në qift duhet i njëjti sen, më të dhim çaj njeri që e ki grua ose burr, nëse burri jot punon çaq shumë, ty duhet më të dhim. Aden edhe jo tash pse punon ai edhe se ka çare pa të këshyre, pa të majt, hajt ja çaj paret ka pezojna, shambull. Ose pse është gruaja jote, se ka çare pa t'i këshyr ty 70 vetë, musafir më bo darka drejka, mi najt në ka me tabull, apo kupton? Duhet me ditë me rujt qatë njeri që e ki në krah. Se në fundit, ki me bo fëmije është gjithë qka, e këtë në regull, po mas një kohë, nashta mëj me fol pi përvojës pakës. Prindë mi 4 shika. Okej, kena pas një aksident, Mamedina nuk është njët, po që 3 tjera. Genta është në Gjermani, Songyli është në Zvicër, unë jam gjithmonë rrugëve, nuk jam gjatë gjithë kohës të shtëpia. Në fundit, kush është bashk? Është vish qifti, nani dhe babi. Nuk e kam për rreth kërkën tjetër. Edhe unë, edhe ti nesër, kur të martohem, do të m'ja ditë vlerën që ati njerit që kime pas krata njetën, që kime qitë kryt një astak me të. Po të njëtën kohë dhe ai do të m'ta ditë vlerën. Se në qofë se na durojna ose tolerojna mushkel 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, dikur sa ma shumë që të shkelësh, nashta ati kom njështu dashnia për ty, ama ty kom e të hup. Ty të hup, ti nuk ndjen ma për atë njeri. Se thu, unë si kom bo kur gjanë, jam shku me kitë me qëllime shumë të mira, shumë të pastërta, me dashni, e kom këshyr, e kom respektu, edhe jam shkel, mu ka bo pa drejt qëto, jam shkel qëto, mu ka bo qështo, ti ta në konve që ftofësh, edhe vjen me një pikë që nuk t'interesan më për atë njeri. Po e njëjta ndodhë edhe të, sham qofse na ja këshëm bo një idealit, e njëjti sen kishë ndodhë. Ftofët dhe të balë mos pëdu. Shka folja me qikë. Pse henëm që sajtë, pse qëtina që sajtë? Tu pritu mu martu, ta është të thonë a lejë, më për çfarë të martu. Jo, nuk është prites martesa, nuk është prites me kriju familje, është e kena obligim, është e natyrshme. Po, duhet me pas dashni, duhet me pas njerëzillëk. Qaj njeri që ti e lem familjen për ta, edhe kime shku te aj, qaj njeri duhet me të vlerësu shumë. Aq ma pak në qofse ti je zonja në profesion tanin, ose je dikushi, apo kupton, edhe ma shumë duhet me të vlerësu. Jo më munu me të shkel, jo më munu me të shtyp. Të e pas parasysh që e përmende profesionin. A menon që është pak e vështirë nëse një femën është e arritën vetë, do me thonë, ka bagazh është dikushi, a menon që është e vështirë me pas një bashkëshortë në krah, në ditë sotit? Ose do të me marrë gjithë qysh trangut të vetë, për shambull, te me marrë një artist, ose diçka e Unë për tillë. vetë s'kom pas qef as njëherë me marrë artist, nuk e di pse, s'kom pas qef. Nuk kem kanë shumë me pajtimit me këta. Thjesht, po edhe me qenë artist, veç me kanë njeri, mirë kuptim me pas, me të ngjit, për mu ish kanë shumë rregull dhe shumë okej. Jo, nuk është e zashme. A din që nuk është e zashme, që ose ti e ki për krah një njeri që definitivisht ka më dasht më shumë se vetën, ka më të përkrah, ka më kanë krah i djath i joti, ka më t'i lehtësu punt, t'i lehtëson. Unë e kam kusherina në Turki me i remi, burri sajna, thot unë prit që jam me burrin tam, mu ka lehtësu jeta, 50% unë e kam jetën më të lehtë. E unë menoj që njeri, kur të lidhet me dikan, e lyp që ta. A ti na m'ju lecu 50%, mu m'u lecu 50%. Edhe, në qofse kome vazhdu një marrëdhënie në këtë lloj mënyre, automatikisht kime pas një jetë shumë të mirë, s'kime pas të zashme. Po këthejnë atë tjetra. Në qofse, kime pas një njeri që kom munu sa do t'i më kanë në majat suksesit, e ki në krah të vetës një njeri që munohet veç qysh me të shkel, me të poshtru, me të injoru, me të shajt, me të bërtit, sjelljet minimale me pas të një njeriut që duhet mu sjell normal, atëherë jo që s'don heq, pas s'bjen membe që duhet mu martu, shumë e thjesht. S'du mu martu, apet. S'du mu martu, edhe u kry, apo kuptan. Po, mbaret veç njerin për krah çfarë e ki. A menon që artista ose artiste që nashta janë shu ka qenë edhe që kja arsyeja? Për femna po flasim.
Se nashta për meshkuj është pak ma e lejtë, dyqysh se s'është që na ngojnë, s'është që na marrin parasysh, po na femnat e kena gjetë një djalë, ose jena feju, ose jena martu krymo, qa që pat me neve. Nuk po muj me fol në emër të kërkujna. Veç di me thonë, inshallah nuk provona ane, asnjëherë. Se po me të vërtet që nuk vjen para muzikës as edhe një njeri në jetën tem. Kështu e deklaroj publikisht. Derisa familja jam kanë hjek aq shumë, e kom hjek unë e vetë aq shumë, për me mri këtu ku jam, me arë një njeri për një ditë, me këqyrë me të shkatru ty si njeri, me të shkatru karjerën, faleminderit shumë ma mirë rivet. Ma mirë rivet. Jam shumë e lumtur. Se andrat e mia ose tuat nuk është në rregull me dal dikush me t'i shujt. Ose edhe njëjta që ndodh edhe te meshkujt. Ka meshkuj që hjekun pi grave në një farë mënyre, se sa daja barazia gjinore, gjithçka po nina, gjithçka po shohëm, e shpesh herë thom sikur t'isha kon atë kohën kur ka nana jam, nashta ma mirë i shkon. Nashta sharatu ma letë. Jo i sharatu, po ka pas marre, ka pas respekt, ka pas na fëmija bre, na fëmija reanit, a ke guxut ti me dal me prek tavolin kur ka pas musafer? Korr. Po çfarë, mëse tu kanë ojt durt, pida jako, ti kanë rrejt durt, ti kanë knaq. S'ke mujt, apo kuptan, se marre, ke dit, na i arrit me marre. Mos e marre. E fëmija sotit hyp në kryt musafirit hyp, se ka gajle. Që tu qenë? Nuk e ka gajle, okej, unë nuk thom se fëmi do të më jep përparësi fëmisë tane, danësh fëmija jot, apo kuptan. Po jo dhe me lazru qatë shumë se tani kur po rritën, e pi bojnë do vjet, e s'po ka me që kam i ullë, apo kuptan se të na thojnë me një gisht e qenë me një dorë së në ullë. Masë janë, ku qa kom bo. Qaj është e bonja jote, kur qaj fëmiju kanë shumë i vogël. Edhe ti ke thonë, le hajt nash, le te kallë, le te ban. Jo, valla. Jo. Se na te kena rrit me qëto marrë, me qëto respekta, me qëto, jena qëtu ku jena sot. Halem vjen marrë, edhin ti që ka njerës që mu halem vjen marrë. Për çka të vjen marrë kështu na se, na ki diçka specifikisht, në cilën ashta nuk e ban thu jo, valla son e bëj që të sen se më vjen marrë. Ka shumë sene ka. Që thëm jo, valla mu më vjen marrë. Ka njerës që mu më vjen marrë pi njerësve, shambull apëtin mu shprej ose me fol, ose me marrë fjallën para prakisht. Para tyne mu më vjen marrë. Adin i thëm jo, së më vjen marrë, di qysh marrë, qysh. Qysh marrë. Fix, me ka një njeri maj vjetër që tash edhe ja nisi me fol, nuk muna me ndërhy se më vjen marrë. Pa më vetë diçka nuk përgjigjina, se më vjen marrë. Apo kupton? Kam shumë sene. Unë menoj që kjo është edukat që fëmija merr, ose një njeri si karakter formohet prej në fëmijë. Karakteri formohet prej në fëmijë. Na i prekëm po thuj se bajagi do tema e falun bajagi shumë rratheje, nuk po du me kalu manena pa të pyet që me dashma me angazhime për dina që je dhe ki më konë, po plane kështon për projekte, ka diçka? Po, ka projekte shumë bukra, edhe shumë të mira, ka dhe balada, ka dhe ritmike, kështu që me të drejtën me nëzit po pres, mi janë bo klipet dhe mi lansu. Sa jën aty? Muj me të në 7-5, 6. Kështu që krejtë verën, po më do këtë veç ty pas këmë të ngu. Po. Nuk pas kam në dalë dikush tjetër. Koft kismet, nuk e di. Nuk është e thëma ata me bindje, po, se nuk i di o tjetës as njëherë. Sot jena nesër s'jena. Gjithë shka mund me ndodh. Po e kena atë qëllimin e mirë, atë kismetin e mirë, inshallah. Bohan, kryhen, edhe lansohen, dëgjohen. Qikaq? Dëgjim të kënë shumë juve. Që më për veti kënë të mija nuk i ndëgjaj. Kështu që... Si shumica artistave që po thonë që në vete nuk e ngoj korë. Korë. Asnjëherë. Na vetë arrit në fund, po nuk po du me përmbyll pa ta bodhe një pyetje, se o buk shto temë po mdokën gjithë të cilën studio televizive është të diskutu ndërhyrjet estetike. A ke po, është një panel aty i madh, një 6-7 veta, krejt foli një buza e huna e gjollajni, kësim jam thaja thash, çka menon për ndërhyrjet estetike? Jo, kundër nuk jam, me të drejtën, nuk është që i kisha bu për veti diçka, apo kuptan, nashta është e nevojshme, nuk e di, ama one nuk, kur po bohen edhe krejt njëjta reanit, njëjta ftyrë, njëjta hun, njëjta syqat atë ngretë, që ashtu, do vetëlla ki drejt, mu edhe që ashtu se din, mu për veti nuk më pëlqen. Okej, ki nevoj diçka, pak, pse jo, pse mos me bo, është shumë normal, apo krejt pi bojnë, why not? Ama, jo, s'jam kundër, po, mas një kohë, bohen rrudha shumë, diçka, pse jo, pse mos me bo. Ki qef me pa vetëm, pak ma fresh, ma mirë,
edhe pse më duket nuk është që ta mojnë të njësën. Çfarë mëre, ka 6 muaj që aty as 6 muaj, nuk kam ide, më thon drejtën, ama çore, me dal para pasqyrës. Krejt kena vrejtje shumë të ndaja për vetveten. Krejt gjojna diçka, ja ç'është abden, ama unë pak tutna prej efekteve anësore të tyne. Nuk tutna shambull në momente ose që elshon ose çka. Jo, ama unë tutna efekteve anësore. Domethënë, kështu kundër s'ka ke, po kur e mendon që është mosha ideale me i bo qëto. Se ti e përmenda pak që ju shumë treja, ju të pas parasysh që ndoket prej 18 vjet për anisen. Një fytyrë e re, një qik me 16, 18, 20, 23, 25, më duket që është lëkura hale shtalb. Lëkure e re, lëkure pastërt. Veç me mirë mbajt, me krema, me qëto gjana, okej. S'kisha thonë, nuk i, ose, tash, i ka bus shumë të holla, edhe ose ka një humë që ka nevoj për ndërhyrje. Ani, pse jo? Ama me për pik qefit, me shku me bloku komplet këtyre, mos me mujtë si robota, me livrit kërka, mu qaja nuk më pëlqen. Mu për veti nuk më pëlqen, edhe se kësha preferu një qik të rej, qa ka që të rej me bo qëto, sa është gjuna. Leja kohë, se mas një kohë, o dashte, nuk dashte kimi bo bre, se ki qare. Se krejt qikat sët, po kanë qef me majt vetën, edhe pirrin gati vetës. Okej, ama derisa s'ki nevoj me bo një botoxa, një fillera, qenë ato, derisa se ki nevoj, pse me bo? Shambull, kanë ndodh, mu më kanë thonë për hunë. Pse s'pe bëm veç pak hunë me drejtu ku e dia, po mu më pëlqen që shtu huna jam. Më pëlqen, mu më tërhjek shumë, e du shumë, edhe se kom pa të arsyshme. Pe moj që shtu që ma ka pojtë zoti. Po, zoti fix. Nëjse, jëm rëdzu e kom thuju njerë që të pak hunën, e për që ata në është të pak që kjo është, ama mu prapë më pëlqen huna. Ama së qaj rasti kur të ka rëzu genta, është rast tjetër. Ja, rast tjetër e kjo. Aty vish gojt t'i ka vroa. Genta zhak, gojt. E këto je vro vet. Këto vet, im kanë shumë e vogël bebe, edhe jem rëzu të dojt, edhe kom vra hunën që të thonë. E kom bile dhe shaj. Po pak. Ama mu më pëlqen prapë se prapë, nuk është të arsyeshme për estetik ose diçka, s'm pengon. Kështu që ka një herë menoj që nëse dikush ka me të dasht, ka me të dasht me çato që ka ti e komplet. Nuk ka me prit prej teje, më kanë ti diçka tjetër, një njeri tjetër, ose një fytyrë tjetër. Qofse në du ty si Arianit, du për Arianitën që je, jo për qysh dukësh te ose çka ke vesh. Se nuk më tërhiq heq ajo pjesë. Super, kështu që mesazh më të mirë nuk e jep se po këshiru me ndryshu ashtu për me hi dikujt në qef, kështu që jo të rrina qëta që jena, kush don mirë, kush don kur të taj çiko dera, del jashtë të bëfsh. Një princesh nuk e di cila ka thonë që u kanë femna më e bukur në botë dhe krejt meshkujt kanë bo masajna, veç burri sajna nuk e ka dasht kur e ka tradhtu. Llogaret e tash. Kështu që mos ti na që ne ka burrat edhe një herë se e zgatim intervistën na del 3-4 orë, kështu që na qikat ndrejshëm për djem, për burrat ton shembull pezojna, e kështu që ata apet në fund s'këshyren. Apet në fund kur je e tina nuk të këshyren, mos u lap. Kështu që rreq ashtu që shki qefti me ne, vllau ndash mirë mos dash. Në pijama ta nditë. Egzonën e u knaqa shumë e ty sonte. Besëm që nuk më ka ndodhur na herë më shku që kjo intervista që ka shpejt, të bu kështu laf, ta më laf sigur me kohën të shtëpia, ju me kohën në studio. Kështu që faleminderit shumë për teje. Faleminderit ty për ftesën, sa do nuk knaqa shumë. Unë kam dhënë një kërkesë fundit ti me përmbyll emisionin. Kështu që aknën, a çka bën? Tash po ta lë ty në dorë, prej meje këta që kanë natën e mirë, shemi të shtunën e ardhshme, vazhdon Egzona. Kur të thu Egzona asnjë njeri nuk e di për kënë jetë fol. O ezo se u habita. Shumë interesant ju vjen edhe rrethit. Zakonisht kur të më thirr dikush ezo që Egzona, ku sa interesant po më vi kam thirrë Egzona. Të knova 2 herë dhe një herë s'po bona bajat shumë për mbylli. Qysh du shtë në tash, te çka bën aty te edhen. Faleminderit shumë edhe një herë pra për ftesën, faleminderit jembe që na kanë ajt gati, miq e dashamir, faleminderit shumë për përmbylljen për sonte nga unë Eza edhe Arianita. Tu bo, mos harroni më na ndjek edhe më na tregu cila kanë pjesa që ju ka pëlqyer më shumë te rreth Ezës. Natën e mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.
Tupo.